Studimet tregojnë se gratë janë 10 herë më të sakta se burrat kur bëhet fjalë për intuitën. Studimet e fundit tregojnë se gratë kanë një aftësi të veçantë për të kuptuar emocionet e të tjerëve dhe për të parashikuar sjelljet e tyre, duke i bërë ato më të sakta kur bëhet fjalë për perceptimin e sinjaleve jo verbale. Kjo ka lidhje me aktivitetin më të lartë në disa zona të trurit që janë të përgjegjshme për empatinë dhe perceptimet sociale. Në krahasim me burrat, gratë janë më të afta të vërejnë disa detaje të vogla, që shpesh kalojnë pa u vënë re, si ndryshimet në shprehjet e fytyrës, gjestet e vogla apo ndryshimet në tonin e zërit. Këto sinjale janë shpesh thelbësore për të kuptuar më mirë emocionet e dikujt dhe për të marrë vendime të mençura, pa pasur nevojë për analiza të thella logjike. Ky lloj perceptimi ndihmon gratë të shmangin probleme, të komunikojnë në mënyrë efektive dhe të marrin vendime më të mira në situata të ndryshme, duke krijuar kështu një mundësi për një ndërveprim më të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm me të tjerët.